Mirë se na erdhët në fabrikën tonë. Një fabrikë që rishtas sapo kemi hapur. Një investim i shoqërisë Teos SHBK. Shoqëria jonë në vite që në 93-shin ka operuar në fushën e ndërtimit dhe projektimit dhe në 2022-shin lindi ideja të investonte në fushën e agrobiznesit. Pikërisht me këtë investim që përfundoi në 2024, pali dhe bashkëpunimin me një kompani lider në botë, Piralisi, të prodhimit të fabrikave për pajlëndit. Është një fabrikë tërësisht e re, e prodhuar në vitin 2024 dhe zgjodhën pikërisht se shoqëria jonë operon në Tiranë, se lind Tiranë, po zgjodhën pikërisht zonën e Lëvaliajt, edhe sepse fushia jonë dhe falë një ndër agronomëve më të vjetër që të zonës, që është dhe vjerri im. Profesori agronomi i gjithë zonës, dhe gjëja e rëndësishme është që praktikisht marrin gjithë prodhimin e ullinjve të gjithë krahinës, të cilët deri dje duhet dilnin lart e poshtë, tani e mbledh kjo fabrikë. Sa sasi përpunoni këtu? 35 kuintal në orë. Në orë? Është një makineri që kapacitetin e ka goxha të lartë, ullinjt i marrin nga ullinjt e zonës dhe është magazina? Ajo është magazinimi i vajt. I kemi të ndarë sipas varieteteve të ullinjit dhe ajo çfarë është interesante te fabrika jonë sepse kemi me sistem azotit të magazinimit të vajt që është një ndër kërkesat kryesore për sa i përket standardeve europiane. Kemi dhe kalinjotin, no? Kemi dhe kalinjotin, por e njeki. Këto i kemi nga ullinjt tanë që agronomi jonë ka të doshekuj të mbjella. Ajo çfarë është e veçantë në këtë makineri është sepse çdo mundi është i veçantë dhe punon në mënyrë të pavarur, që do të thotë në momentin që transportohet i gjithë produkti, jo domosdoshmërisht. Ku i keni ullin? Apo vin direkt? Ku i vini? Kemi arka, i sistemojmë për arka, sepse pastaj fillon jeti në transportier, pas transportierit dhe gjitha i mbledhin në arka. Rinë andej, rinë jashtë. Ku i marrin ullinjt? Zonja ministre e ka inauguruar. E kanë praktikisht shoh që pas kanë graduar, e keni graduar ramët 2030. E kemi afatgjate. E keni afatgjate, kuptova. Ka diskutim. Vin blida në makina tona, pastaj transportohen. Sa vaj prodhohet në detaj? Neve këtë vit kemi vitin e parë, që kemi vënë në funksion fabrikën, edhe kemi magazinuar 50 kuintal vaj. Dhe ndërkohë keni filluar edhe eksportoni. Po pastaj përfisa emballazhimit dhe shisheve gjithë. Ato janë të gjitha të cilat i kemi porositur makineri që kemi porositur jashtë, do bëhet të gjithë procesi këtu. Ne kemi marrë në laboratori dhe provat laboratorike të vajt i realizojmë këtu. Dhe fatmirësisht neve këtë vit na ka dalë vaj me cilësinë ekstra të virgjën dhe që do të thotë që vaj, domethënë ullinjt e mbledh në të gjithë zonën, nga fermerët e zonës, është një Këto janë shisheve? Po, këto janë. Kemi të formateve të ndryshme, 1 litroshe, 500 dhe 250. Ishte surprizë shumë e bukur që vaji është kundërshtari na u shfaq në Berlin. Dhe ishin për panelin turistik. Qëllimi jonë është tregu ndërkombëtar. Libra që vihet kryesor është tregu ndërkombëtar me cilësinë maksimale konkurruese me treg. Dhe neve tentojmë të bëjmë një cikël të mbyllur që do të thotë që i gjithë produkti mos të kemi humbje, të gjithë produkti ta kthejmë në lëndë djegëse, ta kthejmë në sapun. Zvicer kam parë një shishe kaq në Vajullivi që ishte në farmaci nga Shqipëria. Nuk e kujtoj. Ka shumë vite, ishte në farmaci edhe ishte 37 franga zvicerane shishe kaq. 250 mililitrash. 250 gramshi. Po pra, 37 franga. Nëse tentojmë të bëjmë një vaj cilësor për tregun ndërkombëtar dhe në standardet e lejuara çmimi normal që. Po gjëja e mirë është që keni menduar në linjë prodhimit edhe bërësitë dhe përpunimin e gjithë mbetjeve. Bërësinë kemi në pas, gjithë të cilën do shesim që do të djegëse, dhe nëse pas nesër për pelet, do marrim fabrikën e përpunimit të peletit,
dhe pastaj edhe për të sapunit edhe të gjitha. Këto janë bashkëpunimet tona me zotin kryeministër ku ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës. Në burimin e objekteve që ka qenë. Ti je aty? Jam aty në moshën 22 vjeçare. Sot jam 39. Dukesh, po si vjen puna? Po, ka diskutim që kemi pasur bashkëpunimin mjaft. Keni kafë? Po. Punon me ekspreso? Patjetër. Mund t'im? Zuar dhe i lësë në barë. Ka dizolonja tek fabrika e gaj. Në fundit ajo zezulloja ishte. 11 Është një pasion, sepse dhe gjyshi ka anën Namaz ka pasur muzi vaj, më pas dhe bashorti teatrin agronom, kështu që na u lidhen gjërat dhe është edhe çështje pasioni. Familje Kalivaçov. Patëm me natë ambasadorit të Katarit, patëm një kërkesë sa i përket mesazhet të caktuar vajut. Shka një herë, jo në një kontratë në një gjë. Jo, ende jo, përsa po që neve duhet që ende të publikohemi dhe të kemi zëtëri. Unë të ndihmoj me të pjesën e tregut të lidhjes mesme. Ata në fakt vazhdimisht pyesin të punë për vajin e ullirit janë shumë interesuar. Ata janë shumë interesuar vajin e ullirit për një shqipë. Kur kemi gati që të keni një kampionet e gjërat, mund të ndihmojmë. Ndihmojmë se edhe me Emiratët, edhe me Arabi Saudite, edhe me Katarin. Në një profesore, Se atje është dhe më thjeshtë. për atë po luftoj. Është më thjeshtë se në Europë, Më e vështirë, po megjithatë Jo, edhe me Europën edhe kemi patur me Gjermaninë patëm, domethënë e pak e lokalizuar. jo, pa në Europë, hymë të filloj histori, pastaj jo kvota, jo këto, jo këto, jo... Dhe nga italianët patëm kërkesa, por Në momentin më parë që bëhet i kanë gati dhe sidomos prodhimin e parë e kanë shumë si thotë, kështu që ne mund të organizojmë atë tasinë e Sa kemi ju fermer që ju keni në të rrjetin tuaj? Ja, lasaj. Që ju dini, që ju sjellin në ujë? Tu janë gati 70% kanë ardhur. Sa i bie? Si numër, fermer? Si fermer janë mbi 300-400. Janë, a? Po janë. Po jo të mëdhenj të gjithë. E çka që s'kanë cifrë? Vegjël, mesatare dhe të Po mëdhenj. çon si ka? Aq Se sa cili kanë? aq sa Ka ka dhe sjell? fermer shumë të mëdhenj, që vitet e fundit kanë kontinuar. Vetëm si vjet me një llogari që i bën më kanë mbjell vetë 30% lira të reja. Fantastike. Ne pa të marrë një konsulencë shumë të bukur nga ata të qendrës për zhvillimin ndërkombëtar të Harvardit, edhe ata për Kalinjotin. Ata thoshin që duhet ta promovoni edhe ata bile thoshin që mos e vini, mos e shkruani vaj ulliri, shkruani vaj Kalinjoti. Le të mësohen, do me thënë, do t'ju duket një gjë shumë e veçantë në tregun e huaj, kur t'i shkruash jo vaj ulliri, vaj Kalinjoti. E vaj ulliri është po Kalinjot kemi zonë. Kalinjoti. Ata për Kalinjotin thoshin që ky është një gjë shumë e veçantë. Ai ujë autoktone dhe me një bazën e analizave që kemi bërë, bile kemi marrë mostra e kemi çuar edhe në Itali, ne na ka rezultuar cilësisht shumë parametra domethënë superiore. Po e do vërtetën, pak gruën, po e do të Ja. Ose gjithë s'ko që ka pasur biznes ma gronë nuk vedo kryeministës. Po s'ka ke bërë gjithmonë këtë pyetje. Se gjithë kemi bërkuar. Kështu ma ke bërë dhe pyetjen kur Po, jemi ty e takuar kam, se te unë- kushtrimi e tek ajo listën e nëndorit. Se i kam bezi shumë burra që nuk njohin që pa gratë janë të mbaruar, nuk i duroj dot. Burrat që pranojnë që pa gratë janë të mbaruar, i respektosh. Këtu problemi për një kohë gjatë ka qenë që nuk bashkëpunon. Armin ka kuptuar që bashkëpunim është vdekje. Dhe e dyta, unë mendoj që juve dhe kushdo tjetër që ka të tilla baza, duhet të jeni ambicioz dhe të shtriheni dhe në vende të tjera. Do me thënë jo thjesht këtu, por edhe se ka shumë zona që kanë dhe nuk dinë ku ta çojnë. Nuk dinë ku ta çojnë. Ju ngelet, ju për shembull në Mallakastër, në Kanin për shembull, në Kanin histori vete që kanë gjitha ato ullira dhe nuk dinë ku ta çojnë, ju ngelet. Ju merrni edhe nga Mallakastër?
Jo, ne jemi shumë strikte ka pjesa ajo është problemi i Jo, po mirë, cilësisë. dakord, ju Je selektiv. Se Tu- sekondave autoktone. dakord më këtu keni bërë këtë dhe keni këtë. Ndërkohë mund të bëni një investim tjetër diku tjetër që mund të bëjë tjetër si pjesë e rrjetit dhe ajo dhe mund të keni cilësi të ndryshme, kategori të ndryshme, nuk është atë gjë do jetë Gradualisht po Sa dorojnë? si thua. Po shkeli ti punojnë ta, ti punën e ke bërë. Punojnë ta, që e rregull. Ti leni legët atyre dhe rregull. Ti e rregull. Po ke i informuar që në botën tjetër nuk njihet as keshi, as karta, asgjë. Ke këtë informacion? E ke këtë informacion që andej nuk të pranojnë as kesh, as kartë, as bank, as numër llogarie. Atje do shkosh me duar në xhepa. Po vajti dhe Aleksandri Vazmi Po duhet. rregull pra, kështu që Do më dhe të shkriu. shkriu, jebi qa ke lërja këtyre dhe ri, këta do të bënë bajnë udhirit, pije një mëngjes dhe thuaj e për rejtë. Pasha. Pasha, i ri e pasha dhe që do merë, koma të punosh. Kam këta dhe një lërja. Ku të gjej punë, ti më dhëmë ku të punosh. Po të rish, Ka haru Edi mu si e më punësur. që ku kej, po ti Lela barman që më bajtë dhe lekët që kisha brënda që së në lullim 5 vjetë. Shpida lullim? 5 vjetë, pasi erdi... O lull, po ku e ke që lëmë? O lull, ma vrija, 5 vjetë. Po si sti dhe, o lull, po si ke dhe legë, mu të drejtë. Pas 5 vjetë që më Edi si i tha e e kopshit të kursa. dreqenit, që mjellin janë bygini sa mi Lione edhe a i bëra dhe një letër u shefi, dërgoj shefi atë të prefekturës, a s'deshe në diri dhe atje, vetëm për këtë ka menduar, se do e kisha dhe shumë plak të linjës i qishë. Kujtë? Lullit. Po jo, no. Jo, vetëm për këtë menduar se kisha. E shaua. E shau lulli? Po, më tha dhe këtë, kur të vije dirama këtu do marrësh lekti. Atë në atë kohë, kur më tha këtë, Ku po të të vidi ama tu? Po ti flet për bashkia apo të jetë në bashki. Tha, kur të bëhet e dirama prap kryetar bashki, do marrësh lekti. Ti më ke dashur mua të vijat e ty atje kujton se ke dashur kryetar bashkie. Ne varim kryetar qeverie për të bashkë. Shkoj unë atje ti lutem për ty. Jo, Po tha, ashtu kur ka të dashur. vij kryetar bashki. Po, jo. Vetëm këtë se e kisha, vetëm për këtë se për çunin nuk do mendoja. Nuk e preva. Vetëm këtë thashon e vete. Jap një, thashon për vetë në rrugë. Ti ishe të këto 10 vota ti e humbi ty. Mos. Po të mbaj para ti. Jo se ato faqe nuk duhen keq trajtuar, o lull. Ato faqe e tua me si i kemë shikoj ato të kam dashur të bëj shpull. I më Po thashë çka ke bërë komunist. po? Kurse ke bërë dhe nga këto ti më po, do di je i but. Kush i bërë? Ai... Çfarë fut? Po të kokëtine. I egër? Jo, unë solë jashtëzakonisht keq me mua. Po që Se po se ke situatë. Po që nga do bi stres. Se ke situatë për në Se përdo ti e komunista. Ti e i fuqë. Aso dhe la Ti ashtu? Unë vetëm se... Tash vetëm për gocën e ndonë. E sa kishe filluar punën pedagoge, vjen në universitet. Ndryshe, a kisha veshur. Shon një shumë. Lere Boldan, jo lull, mos ki me rak, nuk to. Hajde, të shkura ta shkura. Po legën ku i qore. Ku i qore legën. Tani kemi bërë, po vim sef, se po themi shumë lekë tradicionale. Është. Se diskutoni unë? Ja me diskutojnë në atë e në lartë dhe mos të nejë posh, 7 metrë. Fiskale. Ose shesin. Sa ne kërë, Si me dhe kisha. Ja u blej unë. Sa qarë sot da? 24. 24. ka ardhur ditëlindjen time. Po, do të ke ditëlindje ti? Po ty shoqërasa për ditëlindjen. Çka ka ditë? Ju erdhët për ditëlindjen e Glajit. Po pra, ishte ditëlindja e Shumë Shumit. në Marseille.
Di Marcel sot e Gjabrëshi apo auto? Dje. sot e ka mua dhe. Ma ke Benedetto, ke che capito me këtë. E u fare aty në tjetër, sot e ka të ditë. Mërë. Në gjithë të territore, ne kemi nxjerrë paketën e maleve që do dalin të vendimet e qeverisë ekstra Në mandat e 4 fillim disa. që ato fillojnë dhe 500 para 10 vjetë s'ka as taksa, s'ka as ushë, s'ka as gjë. Edhe këtu territori është i jashtëzakonshëm. Po, pra. Edhe gjithë produktet janë lokale. Se të bësh të kesh këtë dhe mos kesh një turizëm, të kesh këtu baktije, të kesh djatë, të kesh gjithë dhe mos kesh një turizëm është gjëna. Janë dhe shumë afër rrugës, kontare, është vendi perfekt. Është vendi perfekt. Shumë faleminderit. Faleminderit juve që na respektuat. Tjerë dhe kryeministës e s'ma